Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit nga showbizi dhe jashtë asaj. Ditën e sotme të gjithë jemi zgjuar me një lajm të kopshëm. Eliona Binjakaj, një nga banorët e Big Brother VIP Kosova të këtij edicioni, siç duket nuk ka qetësi në jetën e saj. Brënda asaj shtëpie, Eliona rrëfeu një histori që na preku të gjithëve. Duke u kthyer nga Kroacia, ajo humbi nënën edhe motrën e saj në një aksident automobilistik, pikërisht në vitin 2021. Pak vite më pas, në vitin 2026, familja Binjakaj ditën e sotme në Gjakov kanë humbur edhe vëllaun e tyre. Eliona ka humbur xhaxhain e tyre. Viktima që përflitet shumë në rrjetet sociale për vrasjen që ka ndodhur sot në Gjakov, drejtuar drejt Rasim Binjakaj, është xhaxhai i Eliona Binjakaj. Akoma nuk kemi një reagim në fakt në Instagramin të Elionës. Videoja e fundit e postuar është para 17 orësh, ku Eliona është duke bërë një reklam, duket shumë e lumtur dhe shumë e gëzuar. Domethënë familja, siç duket, kishin gjetur atë paqen e qetësisë pas gjithë atyre dhimbjeve që kishin kaluar, pas gjithë atyre tmerreve që kishin kaluar. Dhe Eliona brenda në shtëpi tregoi që ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të bukur edhe me xhaxhain e saj. Pikërisht për këtë xhaxha bëhet fjalë që ditën e sotme ne dëgjuam lajmin e kopshëm. Shpreh ngushëllimet e mia drejt familjes Binjakaj dhe shpresoj që Eliona ta kalon këtë dhimbje duke kujtuar momentet e bukura që ka kaluar me xhaxhain e saj.